Skënderbeu është shumë pranë arritjes së një tjetër suksesi të madh në voleboll për meshkuj. Korçarët, pasi kanë mposhtur 2 herë Tiranën, presin në finale të kampionatit fituesin e çiftit Partizani Erzeni. Në drejtimin e trajnerit Arben Prifti, skuadra ka treguar një formë të shkëlqyer gjatë këtij sezoni. Rol kyç në lojën e ekipit ka pasur volebolisti i përfaqësuesës Skiliane, Sebastian Albronzo Refusta, organizatori i lojës, i cili ka dhënë më shumë fantazi e shpejtësi tek sulmet e Skënderbeut. Nga ana tjetër, lojtari përfaqësuesës meksikane Yatusaka Sanai Heredia, një sulmues i fuqishëm, ka realizuar pothuajse i pandalshëm në rrjet kërcimet e tij të larta dhe shpejtësinë e goditjes. Skuadra korçare përforcohet edhe me emra të rëndësishëm si Johan Sotir, Samuel Vreshtulla, Marlidi Musaka dhe Giulio Lumani, cilët kanë sjellë një cilësi e stabilitet në lojën e ekipit. Me këtë përballje performancë bindëse, Skënderbeu synon me plot merit titullin kampion këtë sezon.